në zemrën e kësaj sure e kalon një ajet madhështor. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sepse ligji universal i fesë islame është se nuk ka dyshim që besimtarët janë vëllezër, prandaj bëni pajtim nëpërmjet vëllezërve tuaj dhe keni frikë Allahun, sepse keni për të mëshiruar më pas nga Zoti juaj. Kjo është ajo çfarë është një nga ajetet që duhet të shkruar me germa të arta. Besimtarët janë vëllezër dhe Allahu jo me kot e ka përdorur fjalën vëlla, sepse e dim se çfarë marrëdhënie duhet ketë vëllau me vëllaun kur flasim për vëlla gjaku, por edhe pse jemi vëllezër në besim apo në njerëzi dhe nuk kemi lidhje gjaku, Allahu e konsideron besimin, islamin, sikur të ishte vllau jot në realitet prej gjaku. Ashtu duhet jetë sjellja me njëri tjetrin, përderisa alhamdulillah kokën gjithsë bashku shku në sejdë, të gjitha parimet dhe themelet e jetës tonë, të doktrinës tonë islami kemi të gjitha të barabarta, atëherë jetojini marrëdhëniet e juaja si vëllezër me njëri tjetrin. Sillu është parim i madh. Sillu me njerëzit ashtu siç do donin të silleshin me ty dhe mos u sill me njerëzit ashtu si nuk do doje të silleshin ata me ty. E zbatove këtë parim në jetë, dije që do të jesh i lumtur në të gjitha rrethanat e jetës tënde.